Përshëndetje shenja Priciapit, kjo është panorama e interpretimit javor. Kjo javë për ju nis me një energji komplekse dhe të ndërlikuar, me kartën Gjarpri. Gjarpri sjell tension, dy kuptimësi, ose një situatë ku jo gjithçka është aq e drejtë për drejtë sa duket. Mund të ketë ndikim nga një person i tretë, xhelozi, ose thjesht një rrugë që nuk është lineare. Ju mund të ndjeni se duhet të lëvizni me kujdes dhe intuit. Në mes të kësaj shfaqet karta Zemra. Dhe zemra nënkupton ndjenja të forta, përfshirje emocionale, dashuri. Kjo e bën situatën më të thellë, nuk është thjesht një çështje praktike, por diçka që ju prek drejt për drejt në zemër. Ju ndjeni dhe pikërisht kjo e bën gjithçka më intensive. Kjo energji merr lëvizje me kartën Kalorsi. Dhe Kalorsi nënkupton një mesazh, një zhvillim apo një takim që vjen papritur. Ju mund të përballeni me një lajm që e shtyn situatën përpara, duke e bërë më konkrete dhe më të menjëhershme. Por menjëherë pas kësaj shfaqet karta Kulla. Dhe kulla nënkupton distancë, tërheqje, kufi. Mund të ndodhë që pas një afrimi apo lajmi, ju ose personi tjetër në jetën tuaj të tërhiqeni, të vendosni barriera ose të kërkoni hapësirë. Kjo mund të lidhet edhe me modele të së kaluarës, një mënyrë për të mbrojtur veten kur emocionet bëhen shumë të forta. Në këtë distancë shfaqet karta e Librit. Dhe Libri nënkupton diçka të fshehur, diçka të pathënë, diçka të paqartë. Ju mund të ndjeni se nuk po e dini gjithë të vërtetën, ose se ka gjëra që nuk janë zbuluar ende. Mund të jetë një sekret, një ndjenje pa shprehur, ose thjesht një mungesë transparence. Kjo sjell në lojë Ariun. Dhe Ariu është energji kontrolli, force, është energjia autoriteti. Mund të jetë një person dominues në situatë, ose mund të jeni vetë ju që përpiqeni të mbani dhe të ruani kontrollin. Ka një përplasje mes dëshirës për të ndjerë me kartën në Zemra dhe nevojës për të kontrolluar me kartën e Ariut. Në fund, gjithçka hapet me kartën e Kopshtit dhe situata del në dritë, bëhet më publike ose lidhet me një ambient social. Ju mund të përfshiheni më shumë me njerëzit, të merrni këshilla ose të shihni situatën nga një perspektivë më e gjerë. Ka një ndjesi të tipit dalje nga izolimi. Në Prism Oracle kemi frustrimin, dhe kjo javë mbart një ndjenjë frustrimi, një përplasje mes asaj që ndjeni dhe asaj që ndodh realisht. Frustrimi lind kur ka ndjenja të forta, por mungon qartësia, stabiliteti ose kontrolli. Duket se ju përballeni me një situatë emocionale të ndërlikuar, ku ndjenjat janë të forta, por rruga nuk është e qartë. Një zhvillim i papritur pasohet nga distancë dhe paqartësi, duke krijuar tension dhe nevojë për kontroll. Në fund, situata hapet dhe kërkon të shihet më hapur, por jo pa kaluar më parë përmes frustrimit. Paçim.